Veprimet e një nëne gjatë shtatzanisë janë shumë të rëndësishme në rritjen dhe zhvillimin e fëmijës. Për këtë arsye, në këtë video po i ndajmë 4 gjëra që duhet të shmangen nga nënat shtatzëna gjatë kësaj periudhe kaq të ndjeshme. E para që duhet shmanget është kafeina e tepërt. Konsumimi i tepërt i kafeinës, sidomos në trimestrin e parë, ka një lidhshmëri më të madhe me abortim. Po ashtu ka një lidhshmëri më të madhe me një lindje me peshë më të vogël si dhe me lindje të parakohshme. Mirë po nuk është gjithçka kaq keq sa po tingëllon. Përderisa konsumimi i kafeinës mbahet nën 200 mg në ditë, atëherë nuk është se paraqet problem. Prandaj për të qenë më të sigurt, një filxhan kafe në ditë, si dhe kujdes më i shtuar me çajrat që përmbajnë kafeinë, sidomos për shembull me çajin e gjelbër, i cili përpos kafeinës e ul edhe absorbimin e folateve, të cilat e dim që janë shumë e rëndësishme gjatë periudhës së shtatzanisë. E dyta që duhet të shmangen gratë shtatzëna është marrja e barnave dhe suplementeve pa aprovim të mjekut. Kjo është shumë e rëndësishme. Barna si ibuprofeni, naproxeni, pastaj krema të ndryshme kundër akneve, si dhe klasë të ndryshme të antibiotikëve, por jo vetëm, janë të kontraindikuara gjatë shtatzanisë. Përpos këtyre, edhe suplemente të ndryshme siç është vitamina A, pastaj doza të larta të vitaminës E, ashwagandha, si dhe çajrat siç është hibiskusi dhe çaji i shërbeles, nuk preferohen të miren gjatë shtatzanisë. Për këtë arsye, këshillat për barna dhe rekomandimet për barna dhe suplemente vetëm nga mjeku dhe mjekja juaj, nga askush tjetër. E treta është injorimi i kujdesit prenatal, që nga momenti kur një gruaja kupton që është shtatzën, vizitat dhe kontrollat e mjeku apo mjekja e saj duhet të jenë të rregullta dhe ashtu siç ja përcakton mjeku. Në këtë mënyrë menaxhohen më së miri komplikimet e mundshme siç është hipertensioni, preeklampsia, diabeti gestacional, por edhe ngecjet në rritje të fetusit. Prandaj, edhe nëse ndjehesh mirë dhe nuk ke ankesa, mos i neglizhoni kontrollat e rregullta mjekësore. Edhe veprimi i katërt që shtatzëna duhet ta shmangin është larja e trupit me ujë shumë të nxehtë. Dushet, banjët, saunat me ujë shumë të nxehtë për një kohë më të gjatë janë të rrezikshme për shkak se e rrisin temperaturën trupore të nënës, edhe rrjedhimisht e rrisin rrezikun për defekte të fëmijës, siç janë defektet e tubit neural, sidomos gjatë trimestrit të parë, mirë po ashtu e rrisin rrezikun pra për hipotension të nënës, që pastaj mund të çojë në rrëzim të saj dhe komplikimet që vijnë nga rrëzimi, por edhe për shkak të temperaturës së lartë, si dhe për shkak të vetë gjendjes së shtatzanisë, rritet rreziku për dehidrim nga larja e trupit pra me ujë shumë të nxehtë. Kështu që një dush i shpejt me ujë të ngrohtë pra jo të nxehtë. Një bonus këshill: ka fundi shtatzanisë nuk preferohet fjetja apo shtrirja për një kohë të gjatë në pozitën pra në shtëpi, në pozitën supine, për arsye se mund të komprimoj enët e gjakut, rrjedhimisht çon në hipotension të nënës dhe furnizim jo të mjaftueshëm të fëmijës me gjak. Mirë po, pyetja është, pse askund në listë nuk u përmenden drogat, alkooli apo edhe duhani? Unë besoj që shumica absolute, edhe nëse nuk i din mekanizma se si ndikojnë, e din që nuk lejohen asnjëra në asnjë mënyrë. Mirë po, nëse vetë se je për shembull një nën e cila konsumon duhan dhe planifikon që ta lësh në mënyrë që ta kursesh fëmijën nga efektet negative që mund t'i ketë duhani gjatë shtatzanisë, atëherë të ftoj ta shikosh këtë video, në të cilën unë e ndaj eksperiencën time personale se si e kam lënë duhanin pas 6 viteve që e kam pirë. Shikoje.